Haleluja. Shalom, shalom të gjithë shenjtorët që po e ndjekin, kudo që po më shikon, lavdia të Tolgjes Pai nga Zeri Mesias, sërish për të sensibilizuar zemrat tona në drejtsinë e shkrimit, në lajmin e mirë të mbretërisë, lavdiatit për çdo aspekt që na përket për ecjen tonë. Nëse po më ndjek dhe nuk kupton për çfarë po flitet, ky është lajmi i mirë i mbretërisë për jetën tënde, për jetën e përjetshme, që ti mund ta marrësh duke u penduar nga mëkatet dhe duke ardhur në besim, me zemër të plotë ndaj Mesias, ndaj Krishtit. Kështu do jesh pjesë e asaj mbretërisë që po vjen. Ati nuk e ka lënë njeriu pa shpresë, jo çfarë dëgjon, jo çfarë po përjeton në jetën tënde, gjërat që janë mbyllur nuk shkojnë, sepse ne kemi të bëjmë me Krijuesin, me Zotin, me ai që ka krijuar njeriu në shëmbullturën e tij, që ti të marrësh atë pavdekshmëri, duke besuar tek Krishti, duke besuar tek ai dhe fillon një rrugë masandaj që ecën duke shikuar Biblën në urdhrimet e tij dhe kështu gëzon ti për jetën tënde të përjetshme që po vjen dhe familjen tënde. Ne kush është para Gjoni 3? Okej, para Gjoni 3. Shumë të dashur, tani jemi bijtë të Zotit, të Atit. Tani thot jemi bijtë të Zotit. Okej, qëndro për një moment. Jemi bijtë e tij. Na ka dhënë çfarë? Frymën e birimit, të adoptimit. Na adoptovi në mbretërinë e tij që është akoma për të manifestuar. Hym në beslidhje. Okej, lavdi emrit të tij. Si shumë të dashur, tani çfarë jemi bijtë e tij. Tani le ta shikojmë një aspekt shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me atë vargun e parë. Çfarë thotë? Beuni pra, thotë apostulli Shaul, palë që themi. Beuni pra imitues të Zotit si bij shumë të dashur. Okej. Çfarë tha pak më përpara? Si shumë të dashur, thotë tani jemi bij të Zotit, të njëjtin gjë. Apostulli Gjon, bashkuar me vllajën e tij në Mesia, në Krishtin, me apostullin Shaul, me Palin. Thonë të njëjtin gjë. Thonë që neve çfarë duhet jemi imitues të Atit, të Zotit tonë si bij të dashur. Si bij të dashur, jemi në beslidhje, thamë po birit të tij. Po tani ti dhe unë si imitojmë Atin? Kjo qëndron pyetja. Kjo qëndron pyetja për secilin për nesh, je i ri në besim vlla apo je me shumë vite duke thënë që unë besoj. Si imiton karakterin e Atit? Kur Ati thotë më imitoni mua, sepse i biri tim më imitoi mua në mënyrë të përsosur, nuk më katoi. Çfarë bëri ai? Nuk e shkeli ligjin e Atit. Kurse për neve që ka një strukturë tjetër. Shprehje të thjeshta. Dhe unë nuk shkova, mora vetëm këtë pjesën këtuja, sepse kështu pasandaj mëson prej shkrimit. Mëson prej Biblës. Nuk shkojmë, tani jam bij të dashur, vazhdojmë poshtë dhe mbaron pastaj kapitulli. Çfarë? Okej, pas disa gjëra. Interpretohet shkrimi me shkrimin. Tani jemi bij të thotë, tani jemi. Efezianët 1 dhe ta shpjegon masandaj që në Efezianët 5 ne duhet të imitojmë karakterin e Atit. Jemi imitues si bij shumë të dashur. Si bij të dashur. Dhe mua më vjen në mendje diçka dhe më vajtoi në zemrën time kur neve marrim shkrimin dhe masandaj themi që po më flet mua kjo Bibël, ndërkohë neve nuk shikojmë rrugën tonë, a neve vërtet e duam Atin? Dhe ta duash Atin do ta shikojmë më vonë është duke ecur në rrugët e tij, në urdhrimet e tij, që nuk janë të rënda. Kjo është dashuria, thotë si bij të dashur, si bij të dashur. Dhe kur Pali po i flet këtu, po i flet njerëzve që kishin njohurinë e ligjit në atë parë. Kur shikojmë në letrat e Jakovit, shikojmë në letrën e Pjetrit, po i flet 12 fisëve të Izraelit, që kanë besuar tek Mesia. Kurse sot neve futim të tërë në një thesë. Ja, ata farisinjtë, judaizmi, 12 fisët e Izraelit, çdo gjë tjetër futim në njëjtën thesë. Ndërkohë gjërat duhen ndarë. Ç'lidhje kemi ne me traditat e njerëzve që sot akoma shumë prej tyre po bëjnë? Një pjesë të vogël në Izrael. Ndërkohë ke 12 fisët e Izraelit që janë potencialisht akoma për të ardhur në besim, si atje dhe të shpërndarë në botë. Nga ana tjetër ke 12 fisët e Izraelit që kanë lindur
bijtë e tyre, që janë të shpërndarë në përbotë, që kanë ardhur në besim tek Mesia dhe kanë ministritë e tyre dhe mbajnë në festat të Atit urdhrimet e Tij sepse kanë kuptuar që karakteri i Atit nuk ka ndryshuar. Të gjitha këto gjëra, masandaj, neve nuk e ndajmë drejtësisht. Nga ana tjetër çfarë ke? 12 fiset e Izraelit që kanë ardhur në besim tek Mesia dhe janë futur pjesë e protestantëve. Nga ana tjetër, mbaj festat pagane. Ai. Këto gjëra neve nuk i shikojmë, nuk i ndajmë. 12 fiset e Izraelit kanë potencialisht premtimet për të hyrë në atë jetën e përjetshme me anë të birit të Tij. Që Ati po punon thellësisht, do punoj në kohët e fundit, do bëj shumë gjëra që masan do thotë do derdhi dhe frymën e përgjërimit mbi ta dhe do ta shikojnë atë që kanë therrur për Mesian. Do vi një kohë, por deri atëre ne si pjesë të asaj pemës të shartuar në Efesianët 2 dhe në Romakëve 11, që u bashkuam me anë të besimit, neve shikojmë shkrimin e plotë nga Zanafilla deri tek Zbulesa dhe mësojmë masandaj dhe profesitë për të ungjillizuar ata dhe për të ungjillizuar dhe farisinë dhe judaistët që janë aty apo janë shpërndarë në përbotë shkollat e tyre. Dhe i kam takuar shumë herë dhe vazhdon ungjillizimi, vazhdon masandaj lajmi i mirë. Kush e pranon do shpëtohet. Por unë vajtoj për disa vëllezër që janë si në Izrael dhe të shpërndarë, që kanë besuar tek Mesia, tek Krishti, por vazhdojnë të mbajnë gjërat katolike ortodokse siç mbajnë sot protestantët. Kur shikon në Izrael, atë njohurinë dhe kanë memorien e tyre që për 16 vjet si katolikët vranë dhe prejnë hebrejtë në atë kohë të u ngritën me çdo lloj strukture të tyre, kur ata shikojnë që unë thot duhet të le urdhrimet e Atit, pavarësisht ata nuk i praktikojnë të tëra mirë, kanë shtuar dhe hequr gjërat, që ne nuk kemi pjesë me ato të shtuara të hequrat. Por kur i thua atyre, hajde ne ai greku, ne ai Zusi, hajde ne ai dhe masandaj ai i ka hequr të tëra dhe ai do mbaj pemën, kemi Janusin, kemi Klek, ai vrapon për atyre gjërave. Sepse Mesia Jashua që ka një emër hebre, ti do t'ja tregosh që ai mësovi ligjin, është kryeprifti i përsosur, që ti ke nevojë për faljen e mëkateve, nuk i thuat ai është Zoti, sepse ata vrapojnë për gjëra të tilla, por i shpjegon për strukturën e përsosur të ligjit të përsosur që ishte vendosur më përpara për faljen e mëkateve. Dhe masandaj i flet profesit ku janë folur dhe ata masandaj marrin të vërtetën se fryma masandaj vepron dhe mbjell fjalën e mirë. Dhe ai shkon dhe i studion vetë masandaj nëse ka një zemër për të shpërtuar dhe kështu ngahet nga rabinët, nga farisejtë e sotëm që janë atje, duke vendosur drejtsinë e tyre që kanë gjetur kryepriftin dhe tempulli, instituti i tempullit e të tjera që po bëjnë sot. Kjo është urtësia dhe përgatitja, ajo mirëpajisja e disave, neve, të degëve të tjera, që dhe ata masandaj të shartojnë përsëri, ata që janë aktualisht të këputur, janë jashtë pemës, po sa të këputur ka, masandaj që e quajnë veten që ne jemi të shartuar si, me çfarë? Duke hequr ligjin, ti u shartove, po mund të ishe shartuar më përpara, po puna është masandaj që ndodhi sepse dega këputet kur nuk jep fruta, ajo thahet, dhe ligji që është jetë dhe është dritë e lullëzon atë degë dhe lullëzon jetën tënde që ti t'jesh i frutshëm. Prandaj fillon Psalmi 1 për të thënë medito tek ligji i tij ditë e natë dhe kështu do jesh i frutshëm. Mos merr thot këshilla nga të pabesët që kanë braktisur ligjin, ndërkohë ne marrim këshillat nga të pabesët, nga shkollat, nga njerëzit. Ende nuk është të shfaqur çfarë do të jemi, por dimë se kur të shfaqet ai për Mesian, për Krishtin, do të jemi të ngjashëm me të. Por do ta shohim se siç ai është. Dhe me njerë këtu neve e marrim, ja shikon, unë do ringjallem. Ndërkohë, shiko rrugën tënde ku je, po praktikon urdhrimet e Atit që të ringjallesh? Sepse thanë Zbulesa 22 apo jo? Që duke mbajtur urdhrimet e Tija, festat e Tija biblike që nuk janë mbledhje vetëm të veçuara, nuk janë të rënda, nuk janë të vështira.
Këto është disa pyetje që ne mas andaj her pas here i bëjmë vetes tonë të dimë rrugën ku jemi me Atin. Dhe kushdo që ka shpresë në te, ka plot shpresë që kemi, është më së drejtë se cili prej nesh. Nuk duam që të gjykohemi, nuk duam që jeta tonë të mbarojë në liçen e zjarrit, asnjëri prej nesh, por thotë çfarë do të bëjmë neve? Duhet të pastrojmë veten tonë siç ai është i pastër, Mesia po fliste, po thotë rrugën e tij kur ishte i gjallë. Çfarë bëri ai? Eci i pastër. Të neve t'jemi të pastër, çfarë do të bëjmë? Ja doli vetë, as e kisha menduar. Shikoj rrugën e pastër, ta të shikojmë bashkë, të shikojmë shkrimin, së bashku. Ti mund ta bëj një njeri rrugën e tij çfarë të pastër. Si mund ta bëj? Duke ruajtur ligjin e tij, që ishte kontekstin e Psalmi 119, dhe shkojmë me njerë në vargu i parë dhe që të ketë një rrugë të pastër. Po shkojmë në letrat e apostujve, shkojmë në profetët, shkojmë në psalmet, shkojmë në fjalët e urta, ja si mësohet mas andaj asambleja, dishiplizohet jeta jonë, zemra jonë, në të njëjtën gjë që unë po bëj për veten time, duke shikuar dhe rikujtuar shkrimin, mbjelljen e fjalës, që të jem në këtë rast në atë ditë i denjë për të marrë jetën e përjetshme. Një rrugë pa njollë, Çfarë do të bëjmë? Duhet të ecim me ligjin e Atit, me ligjin e Zotit, që janë urdhrimet e tija brenda atij ligji. Hapur as i shkrimi. Le ta pastroj veten siç ai është i pastër. Para Gjonit 1:7. Çfarë do të bëj? Rrëfe shkeljet e ligjit që ke bërë dhe sot e kësaj dite ti mund ta vesh dhe pendohesh dhe fillon rruga e mirë siç e kanë bërë me miliona vëllezër e motra rreth botës dhe kanë dalë nga traditat e njerëzve, nga mësimet dhe filozofitë, mashtrimet e kota që do të hapur as i kolosianët. Mund ta bësh dhe ti që të fillosh në rrugë të pastër. Sepse rruga e pastër mund të të bëjë vetëm ligji i Atit, që e ke në të kuqe. Vetëm ai, ligji i Atit, fjala e tij, kontekstin e Psalmit 119. Gjithmonë shiko kontekstin, fjalët kyçe, për çfarë po flitet. Dalet ta shikoj cila është audienca, po i flet, ty personave, kush janë ata? Kush është apostull, çfarë thanë, çfarë stili jetese kishte, fillon bën pyetjet ndaj shkrimit. Përse, ku, po kjo, gjitha gjërat. Dhe kështu mas andaj Ati flet. Dhe mas andaj jep kuptueshmërinë. Le ta pastroj veten siç është i pastër ai kush për Mesian. Lavdi Atit. Dhe pastaj tregon rrugën si mund të jemi të pastër. Si mund të jemi të pastër? Dhe thotë, kush bën mëkat, bën shkelje të ligjit. Përse futi ligjin? Ky Gjoni, ai nuk ka hedhur ligj është hequr. Vlla Gjoni nuk, se s'po bën sa gjëra. Është hequr vlla. Pse fut pastrimi me ligjin? Nuk ka lidhje me. Tani un kam besimin, un mjaftoj ja eci, un e di. Kush bën mëkat, bën shkelje të ligjit dhe jep për kufizimin që mëkati është vëlla motë në jetën tënde, ta dish që mëkati është shkelja e ligjit. Që ti jesh i pastër duhet të rrëfesh mëkatin e para Gjonit 1:7 deri në 9, apo jo? Që të rrëfesh shkeljet e atij ligjit. Ai ligj nxjerr pa mëkatin, Romakëve 7:7. Dhe kështu fillon pastrohet i rruga tënde, zemra tënde, mendja tënde. Dhe pasaj sjell zyrën e Mesias, lavdi Atit. Jemi në para Gjonit 3. Jemi para Gjonit 3. A kuptosh? Para Gjonit 3. 2 deri në 4. Dhe sa të mbushura, vetëm këto vargje, 2 deri në sa e mbushur. Dhe vazhdon zyra e kryepriftit, thotë ai, çfarë u shfaq për të hequr mëkatet tona? Atë zyrë mori ai ti, çfarë do të bësh? Ti duhet të rrëfesh, thotë. Do të rrëfesh. E tha i njëjti apostull, e tha në kapitulli i parë. Për rrëfimin e shkeljeve të ligjit, që përbën mëkatin, dhe kështu mas andaj Ati na është besnik dhe na pastron nga çdo paudhësi.
sepse pa udhësia është shkelje e ligjit e vazhdueshme. Me dije apo pa dije, motër, ati anashkalovi ignorancën tonë, kohë më përpara, thot. Tani thërret të gjithë që neve të kthehemi në pendim dhe në këtë rast të mos e shkelim ligjin e tia. Kjo është struktura e mire në jetën tënde. A i thot, Mesia nuk ishte mëkat, po e dimë, e praktiko, më falë. A i qëfar ishte në një rrugë të përsosur, sepse mbajti ligjin e predikoj, të njëjtën gjë. Mateu 5:19 tregon që neve i marrim, i mësojmë për veten tonë, siç mësovi Ezra ligjin e Atit, masandaj i praktikon vetë dhe ja mëson të tjerëve. Kështu thotë dhe jeshmi i madhi në mbretërinë e qejve. Kush qëndron në te, në Mesian, qëndron, ka një marrëdhënie, qëndron për të qëndruar në pemën. Ju qartove, thot, nuk më katon. Tani si du t'ja bejme? Po mëkati është akoma vërdallë. Po, e di, mishesh kundra ligjit, kundra frymës. Sepse mishi tonë, mendja mishore, do të shkeli ligjin e Atit, nuk i nënshtrohet ligjit e Atit. Romakëve 8 vargu 7 deri në 9. 6 deri në 7, 6 deri në 8 më fal. Thot, mendja mishore çon në vdekje, por duke ecur në udhërimet në ligjin e Atit i jep jetë, përveç në frymë. Këtu e ka fjalën të nënvizuar, e ka fjalën që kush më katon vazhdimisht, nuk më katon. Ai që qëndron në te nuk e bën me vedije. Dhe sa për nesh sot që themi që unë e njoh dhe po qëndroj në te në bazë të këtij shkrimit. Ndërkohë që në të njëjtin kapitull mos harro që përmendi çfarë është mëkati, anën për kufizimin biblik në të verdhën. Lutem Atit që të preki thellë në zemrën tënde dhe që sot ti të pendohesh dhe se ke 40-70 vjetë në ministri që Mesia i shumëzon me 0 ato përpara nesh dhe e dim ku jemi se cili prej nesh, sepse është i njëjti apostull që Mesia dha autoritet për të shkruar gjërat që ai Mesia mori nga Ati. Mendo për një moment. Që po flet Mesia këto fjalë, po të thot ty dhe mua që mëkati është shkelja e ligjit. Por çfarë bëjmë neve? Që këta apostujt, neve masandaj i heqim dhe fillojmë i bëjmë sipas mënyrës tonë. Dhe çfarë po bëjmë? Po shtrembrojmë fjalën që Mesia vuri në gojën e tyre. Dhe kur e shtrembron fjalën e atij mbretit të lavdisë, Mesias Jashuas Krishtit, ka pasoja. Ka pendim, po, ka kthim, po e leja i qenë derisa të vi, po na le se cilin për nesh dhe na di hipokrizit tona, si vlamotër, i di shumë qartë ku jemi. Por puna është që ti kuptoje që ajo mendja mishore të çon në vdekje dhe mendja mishore nuk do të ecë në urdhrimet e Atit në festat biblike. Dhe është dita e 4 e festës së Tia, me qëra fjala, festa e çadrave. Kush qëndron në te nuk vazhdon ta shkeli ligjin e Atit. Por kush vazhdon ta shkeli, thot, as nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur. Dhe tërë thonë që unë e njoh, unë e di, u ringjall në ditën e tretë. Ka plot me miliona dhe miliarda persona sot e kësaj dite, që thonë të njëjtën gjë, shikoj denominacionet e njeriut. Por thota, ai që është me mua dhe e tha në Luka 8:20 në njëjtën kontekst për atë fjalën e Atit, për ligjin e përsosur që na bën një rrugë të pastër, e tha hapurazi me gojën e tia. Në para Gjonit, njëjti apostull, e para Gjonit 4 thot. Ai që thotë më nje dhe nuk zbaton urdhrimet e mia, ai është gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhet në te. Hapurazi. Vazhdon apostullit, na sjellin çik ndërgjegjësim shumë të mirë në këto orë të fundit. Djema, vajza, bura, të rinj të moshuar, thot. Kur kush mos ju mastroftë, keni kujdes, thot. Unë nuk erdha, tha, në Mateu 5:17,
për të anulluar ligjin e Atit. Një, por le të shikojmë apostullin çfarë flet dhe vet. Kur kush mos ju mashtroftë, ai që zbaton drejtsinë është i drejtë. Ai që praktikon ligjin është i drejtë. Ai që zbaton, tha, nuk tha foli gjë për besim këtu, po thot për ecjen, zbaton drejtsinë. Do shta le ta shikojmë atë zbatimin e drejtësisë, sepse her pas here duhet të vijë në mendjen tonë. Kush është në këtë rast drejtësia? Le ta shikojmë. Okej. Ja një moment, sa ta hedh shkrimin për të ditur dhe për ta interpretuar lavdiemet e tija, çfarë thotë kush është i drejtë. Kush është i drejtë dhe po flet për rrugën në si të ecin lavdiemet e tija. Okej. Ja një moment, sa ta hedh. Nga shumë shkrime, por nga që po, shumë eri kemi gati prandaj, po, pa vajtur mos andaj. Okej, po flasim për zbatimin e drejtësisë. E njëjta gjë, me parën Timoteu të folën pak më përpara. Okej, ja ku e keni ekran, Romakëve 2, prapa apostulli Shaul, që ishte vllai që do të merrte vendin e 12 apostujve mbasi Juda ra, por është çështje më vetë. Sepse jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë përpara Elohim, përpara Zotit, është një titull për ta vendosur Zoti është Ati, masandaj titulli i dha dhe ai të njëjtën titull ju dha dhe Mesias që themi Zoti Jeshua, Mesia Krishti. Jo ata që dëgjojnë ligjin janë të drejtë, por ata që zbatojnë ligjin janë të drejtë dhe çfarë do të shfaqsohen, siç thash pak më përpara. Ja ku kemi kush është i drejtë. Ecja. Jo ta dëgjosh ligjin e Jakovi 1:21, por ai që zbaton, tha. E të njëjtin gjë po thoshte, sepse përmendi ligjin, përmendi mëkatin në të njëjtin kapitull, që kush është i drejtë është ai që zbaton drejtsinë, zbaton ligjin. Kush kryen mëkat, në këtë rast vllai po të ndihmon, shkel ligjin e Atit, që përben mëkatin, edhe ti me njerë merr, kur vllai thot për mëkatin, unë e di çfarë është mëkati, vlla motër. Po mundohem që ta sjell në njohurinë tënde. Që mëkati është shkelja e ligjit, që na e tha pak më përpara, për ta interpretuar shkrimin. Kush shkel ligjin është nga djalli. Sa sot e kanë hequr ligjin? Çfarë tha Mesia në Gjoni 8? Sa e kishin hequr ligjin në Izrael në kohën e tij? Sa e kanë hequr ligjin sot në kohën tona? Dhe kush janë bijtë e Atit dhe bijtë e djallit? Okej. Kush vazhdon të shkeli ligjin e Atit, nuk është prej meje, nuk qëndron me mua, thot Mesia. Por është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi. Mëkatoi, përkthimi i mëkatoi, sepse për jetë ke themeluar fjalën ligjin tënd në qell, dhe në qell ku ishte Satani kohë më përpara, ai Luciferi e shkeli ligjin e Atit, se ligji i Atit është i përjetshëm, e ka themeluar për jetë. Dhe ai e shkeli, prandaj këtu tregon që ishte që nga fillimi u shkel ligji dhe djalli në këtë rast të mëkatoi, shkeli ligjin e Atit. Edhe një herë vëlla motër, mbaj që ja po të sillim pak në kur thot mëkatoi, çfarë bëri? Okej, dhe ja ta marrim, sepse djalli çfarë shkeli ligjin nga fillimi. Ja kështu, edhe me një herë merr interpretimin e duhur. Dhe djalli shkeli ligjin e Atit, do thonë mëkatoi nga fillimi. Prandaj thot ai çfarë? Është shfaqur biri i Zotit për të shkatëruar veprat e djallit. E ka fjalën që ti të marrësh pastrimin, marrësh faljen e mëkateve në momentin që erdhe në beslidhje. Pastaj, pak më përpara të foli për çfarë? Foli për ecjen që neve çfarë do të bëjmë?
Ullu atje, pa ullu. Hajde. Mirë, okej. Fëmijë. Foli për ecin që kush më katon, kush shkel ligjin, e ata vem këtu lart. Ashtu. Shikoj veti. Të varg. Kush më katon, kush shkel ligjin, nuk e ka parë, atë nuk e ka njohur. Gjë që çfarë na ndalon neve vëlla motër që neve të ndalojmë së shkelur i ligjin ato hapësirat që janë të mundshme, do punosh me gjëra të tjera. Prandaj akoma kemi hirin themi, se ndryshe atë do na kishte shkatruar me kohë. Por aty gjykon dhe ata që vazhdojnë masandaj ta shkelin me dhe kanë vdekur dhe njerëz, dhe ata që thonë profetë, thonë pastorë, njerëzit i ngritin me tituj. Por neve nuk i bëjmë me vedije gjëra të tilla, nuk e shkelim ligjin e tija. Lutem atë të vi frika atë në zemrat tona që është fillimi i urtësisë dhe masandaj kemi kuptuar shmëri të mirë për të ecur në urdhrimet e tija. O psalmisti 111, 10. Ja sa hapur flet shkrimi. Ai që zbaton drejtsinë, që ecën me ligjin është i drejtë. E tha pak më përpara shkrimi. Ja ku kemi. Vazhdojmë. Duke që ati dëshiron të qëndrojmë këtuja, në lavdjemet. Okej. Kush lindi, tani vjen rilindja, tash i thot për ta dalluar, kush ka një rilindje genuine, thot, okej. Kush ka lindur nga Zoti, nuk kryen mëkat. Çfarë do thotë? Që çfarë? Nuk shkel ligjin. Sepse fara e Zotit qëndron në te. Kush është fara? Është ligji, është fjala. Ajo fjale që pa pak më përpara. Ajo fjale që ne duhet ta kishim për të patur një rrugë të pastër dhe nuk po ndjekim influencën dhe nuk po fuqizohemi nga Satani. Por kur ecëm me ligjin e Atit je pa kollë. Dhe kështu sepse kemi ruajtur ligjin, fjalën e tij që është konteksti në Psalmin 119. Kush lindi nga Zoti nuk e shkel ligjin, sepse ai ligj thotë është brenda në zemrën e tij dhe nuk mund të mëkatojë sepse lindi nga Zoti. Nuk mund ta shkeli ligjin e Atit me dashje thotë. Sepse ai ka rilindur genuin thotë dhe ka një ndërgjegjësim në zemrën e tij, në mendjen e tij, që unë dua të nderoj Atin, do t'i mbaj festat e tij, do ta mbaj sabatin e tij. Do t'i mbaj urdhrimet e tija sepse janë të mira, janë për jetën time. Unë do ha pastër sepse janë tempulli i frymës së shenjtë. Ma thotë Levitiku 11, ma thotë ligji për të rirë 14. Dhe nuk ja fut masandaj ndërtesë siç bënte ai tjetër në Korçë. Shkonte po gradec masandaj se normal është fryma e antimesias me fenë e paqes. Është veçuar kjo ndërtesë për të shkelur ligjin e Atit. Nuk janë bijtë e Atit ata njerëz. Janë të influencuar nga gjërat demonike, sepse e kanë hequr ligjin, hoqe karakterin e Atit, me keje. Prandaj të foli pak më përpara, ku qëndron në te? Ai që nuk e heq ligjin dhe nuk e bën me dashje, nuk mëkaton, nuk e shkel ligjin e tij, dhe kështu ai që në këtë rast mëkaton, që shkel ligjin, nuk e ka parë, as nuk e ka njohur. Ai mund ta thot me buzë, ai mund të ndërtojë ndërtesa, mund të bëj shumë gjëra, mund të japi shërbesa, çfarë të duhet të bëjë. Shkrimi çfarë thotë? Prandaj prej kësaj njihen bijtë e Zotit dhe bijtë e djallit. Okej, si njihen prap? Kushdo që praktikon drejtsinë, ja po e vëm për ta kuptuar. Praktikon ligjin, që thotë Rmakëve 2:13, thotë ligji për të rirë 6, kjo është drejtësia jonë. Okej. Atëre, po e ve në klapa katrore, në trastë. Okej. Kushdo që nuk praktikon drejtsinë, nuk është nga Zoti. Ai që nuk mban ligjin e Atit, nuk është nga Zoti.
ai që nuk do t'ja di për karakterin e Atit, që Mesia praktikovi dhe shfaqi karakterin e Atit të tija. Nuk esh me mua, thot Mesia, shumë hapërazi, ja tha që në fillim, e tha që ai që më katon, që shkel ligjin e Atit tim, nuk e ka parë, as nuk e ka njohur, thot. Duhet të kthehet, po, ka një kohë për secilin prej nesh. Merr urtësinë, heq tutje ato strukturat, ato letrat, ato që 1, 2, 3, 4, 5, ja unë po ta tema, ja e kam aty në kompjuter, do ta hedh kështu ja. Ai. Nërkohë shkrimi çfarë thotë, jo çfarë thotë strukturat e njeriut. Masandaj, kur flet për dashurinë e vërtetë, sepse në ligjin e tija, kur njerëzit ecin me ligjin e duan njëri tjetrin, por ti thua një vëllai, një motre, po ecën motër vëlla në paudhësi, nuk po e pranon ligjin karakterin e Atit. Jo, ja, shikon, ti nuk më do mua. Okej, qëndro, kur nuk e do Atin, masandaj, unë të kam thënë me shumë herë, kam të folur shumë herë, por nese, masandaj futim një, ashtë këtuja më vonë, po, do ta shikojmë, sepse kemi disa gjëra për të folur. Okej. Thotë që ta duam njëri tjetrin, jo sikur se Kaini i cili, ishte nga i ligu. Si ka mundësi që Kaini ishte nga i ligu? Sepse çfarë kishte? Kishte diçka ai që kur pa që vllai i tij po i pindeshe urdhërimeve të Atit, po i çonte ofertën sipas urdhërimeve të Atit në fesën e frutave të para, që ishte altari që menaxhonte në të rastë prifti Adami, kur e pa që vllai i tij çovi ofertën sipas dhe po i pindeshe urdhërimeve të Atit, ai fillovi zilia brenda në zemrën e tij sepse u pind. Dhe neve shikojmë një vëlla një motër që ecën me Atin, masandaj, jo të shikojmë veten tonë, por ne shikon, ai më tregon mua, ai ju zbatoka, dhe unë i zbatoj. Fillon tërë ato ligësi në zemrën e dikujt që nuk janë të nevojshme, sepse po të ecësh në urdhrimet e Atit, unë di që ti ecën në urdhrimet e Atit dhe dashuria e Atit akoma shtohet, por kur ti nuk nderon Atin, ti masandaj, për çfarë do të flasim? Do të them që vëlla po shkon. E themi vëlla, e themi ka ngelur në Shqipëri, por po të them që largohu nga rruga jo e drejtë. Nese, dhe le të vazhdojmë në thot shkrimi. Sikur se Kaini që ishte influencuar dhe ishte nga i ligu, e vrau. Dhe sot me akuza, me gjëra që i thonë masandaj, me njerë të thua që thoshe pastori 40 vjetë brenda në shërbesë. Vëlla, këto gjëra që janë praktikuar për vite, nuk janë biblike. Po, këto gjëra njeriu i ka shkruar, tha. Njeriu i ka shkruar? Ai. Unë pas kam ndendur këtu, duhet të vrapoj, megjithatë foli hapërazi, ta nuk qëndrojnë në tempull të bërë nga dora e njeriu, tha. Dhe normal 1200 veta, vite më përpara. Mos andaj flet personalisht dikujt tjetri. Po tha, ju doni të ndiqni, tha, ju denjtë, ja, perceptimi mishor, një filozofie që akoma më shtet me misticizmin, me Rick Warren, me çdo gjë tjetër, me kalvinistë, të ndjekësh Mesian, të ecësh në rrugët e Atit, ndjek një person, ndjek një grup personash, as nuk e kanë idenë çfarë ndodh atje njerë, dhe as nuk flasin për gjëra që ndodhin rreth botës me vëllezër që ecin në urdhrimet e Atit dhe kanë besuar tek Mesia. Prandaj fola në fillim që i ndan gjërat, ata çfarë bën një grup i vogël, një përqindje atje, bën shumë gjëra që nuk janë biblike. Ti shikon nga jashtë, i le, shikon shkrimin, shikon çfarë bën të tjerët bota jashtë, praktikojnë urdhrimet e Atit, festat biblike, sepse Mesia i praktikoi për 31 vjet. Ky vëlla po mëson disa gjëra që Mesia mësovi, urdhrimet, ligjin, do ta ndjek atë. Ai vëlla ka shumë gjëra për të punuar dhe ai vet, sepse është rruga që do ketë në vazhdim. Dhe kështu neve masandaj ndajmë gjëra drejt. Po nuk do ndikësh njerëz të pabesë që kanë anulluar ligjin, dhe masandaj thotë unë e besoj, thotë unë unë i besoj dhe unë po do hap këtu fillon masandaj. Katolicizmi protestant është shumë hapurësi. Nuk është në një gjë e re në ndjellim. Për çfarë arsye vrau vllain e tij? Sepse veprat e tij të Kainit ishin të liga. Po më katonte, ishte shkel urdhrimet e Atit.
Prandaj, ai që shkel urdhrimet e Atit, mos andaj vret ata që ecin drejt me Atin. Kjo ka ndodhur. Ndodhi që atëre? Po, ndodhi me katolicizmin 16 vjet në Izrael? Po. I vran. Është historia, shikoje. Mund t'i kërkosh, jemi në kohën e internetit. Shikoj që ndodhi me kush e vrau Mesian se ecte drejt me Atin, ecte në ligjin e Atit, e vran të njëjtat persona që kishin veprat e tyre të liga. Nuk ka ndonjë gjë të re as në Shqipëri, as për te. Ai që mos andaj ka sy dhe ka devotshmëri, ai që dëshiron mos andaj të marrë jetën e përjetshme edhe do të nderojë dhe të sjellë të vërtetën dhe se ka pasoja lajmi i mirë i vërtetë, ron me Atin, nuk e shumëzon me zero mos andaj gjërat e jetën e tij, gjërat e tij thotë, unë do t'i shërbrej Mesias së vërtetë, jo katolik ortodoks, ka erdhur mos andaj me çdo lloj feste pagane. Veprat e tij ishin të liga të Kainit, kurse aty të vllajt e tij ishin të drejta. Si ishin të drejta? Praktikonte ligjin, që ishte përjeti themeluar në qell që Satani shkeli. Praktikonte, tregon ecjen. Kurse veprat e liga, ai vazhdon të thash, po shkelte ligjin. Gati. Mos u çuditni vëllezër, themi thot, nëse bota mos andaj kalon në shkallë tjetër, bota jashtë thot, ju ren thot. Ne e dimë se kemi kaluar nga vdekja në jetë, thotë që u vulosëm dhe foli pak më përpara për atë rilindjen. Kush lindi apo jo? Ja ku kemi. Për këtë po thotë, kalimin nga ana frymërore, nga ana e dëshmisë. Koma nuk është marrë. Nëse dimë se kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit që ecin urdhrimet e Atit, do t'i duam dhe ata të tjerët, do mundohem të jemi në paqe, po, do lutemi, do t'i këshillojmë, po, por nuk do ecim me paudhësinë, sepse mas andaj do që të bëhen disa gjëra, sepse ai shikon e mas andaj do t'i themi disa gjëra, po ja shikon ti me gojë thua, po veprat ku janë? Ndërkohë jeta e përjetshme është gjëja kryesore në jetën e njeriut. Masandaj, kur ajo ministria apo ajo shërbes vjen në urdhrime në karakterin e Atit që Mesia praktikoi, fillon miqësia e vërtetë. Kushdo që uren vëllain e vet është vrasës, po normal, atë adresovi Mesia çështjet e zemrës. Dhe ju e dini se asnjë vrasës nuk ka jetën të përjetshme, thot. Po ja tani ajo e hoqi ligjin, tani do të fizikisht neve do të vrasim njerëz sipas dikujt. Po ja tash un po të kem urrëtin në zemrën time pa shkak, atëherë un po vras. Dhe atë adresovi Mesia, atë urdhim do maj. Por atë ligjin e përsosur që thotë fizikisht mos e vrasësh një person, atë ne e shequr, masandaj ne do të bëjmë gjëra të tilla. Mesia erdhi për të adresuar çështjet e zemrës që ata mos andaj kishin lënë më njanë. Erdhi për të sjellë doktrinën e shëndoshë që ata brenda në tempull që ishin, Qilli Sinedri, 72 që ishin brenda, priftërinjtë, kryeprifti, gjykatësi, pleqtë e Izraelit, farisin saducejnë të brenda nuk po mësonin ligjin. Dhe ai erdhi për të adresuar çështjet e zemrës Mesia dhe i thënë thonë ju është të thënë, thotë që nuk do ta vrisni, thotë, por unë po ju them me doktrinën që Ati më ka dhënë, që tani po ju i ketoj zemrën tuaj. Ja është e njëjta gjë. Mos vrit, thotë, dhe zemra mas andaj, thotë, një shkallë më të lartër që erdhi për jetën tonë. Ndërkohë neve ata themelet i kemi hequr, parat, ligjin e Atit. Sa le të shikojmë mas andaj gjërat e tjera që është akoma më një ecje më të vazhdueshme, më të thellë. Nga kjo e kemi njohur dashurinë, ai e dha jetën e vetë për ne. Tregon sakrificën e tij. Dhe ne duhet t'ia japim jetën tonë për vëllezërit tot. Për vëllezërit. Kush janë vëllezërit? Ata që janë në beslidhje, që ecin në rrugët e Atit, në urdhrimet në festat biblike. Këta janë vëllezërit e vërtetë. Sepse ta jep në fjalë të urta 28.
ai që refuzon ligjin lëvdëron të pabesët. Lëvdëron të pabesët. Dhe janë ata për shkak të pabesëve, tha Davidi, që më ka kapur një indinjat e madhe për shkak të pabesëve që braktisin ligjin. Dhe si kanë bërë në shkollat, mësuesit e rejmë që të kanë mësuar tyne, dhe ju urtë të dilë për tyre, të kanë mësuar, ligje është hequr, e kanë hequr. Okej, vargu 17 dhe 18 është një varg shumë i mirë. Nëse njëri ka të mirat e kësaj bote dhe shef vëllan, ai që ecën në urdhrimet e Atit, ta janë vëllezër, ta janë në beslidhje, se mos andaj, po sot neve kemi të tërë, janë vëllezër motra, janë fejt e paqes, janë këta, janë ata. Përmendi emrin e Krishtit, është me mua. Ai praktikon idhujtarinë, ai është vëllai tim, po normal, ai ecën në paudhësi, ecën, s'ka gjë. Këto janë manipulimet sot që vazhdojnë akoma të praktikohen. Ndërkohë, gjëra të tilla Mesia nuk ka folur. Po i thot hapurazi që ta foli që në fillim që kush janë bijtë apo jo. Dal të rifreskojmë memorien tonë. Okej. Kush shkel ligjin e Atit, është vëllai? Është motra? Mund të bëhet vëlla e motra që vendos me zemrën e tij apo të saj që tani unë do ta ruaj këtë ligjin, do ta shikoj, do ta mësoj, do ta studioj për vete. Një vëlla do më mësoj, një motër do më mësoj në marrëdhënien. Por jo të marrim titujt masandaj kundra ligjit dhe kundra çdo doktrine të shëndoshë. Dhe ajo masandaj do më mësoj pa udhësinë me frymën e fallit. Do dalin në plazhe masandaj dhe do tregoj si ajo praktikon pa udhësinë dhe imoralitetin. Masandaj dhe ajo do më mësoj. My goodness. Të vende duart ajo pasaj tyne si mashkull. Bijtë që kush vazhdon të shkeli ligjin e Atit, është nga djalli, thot. Prandaj, ishte çështje që ta dimë që kush është prej tia apo jo. Dhe kush është me Atin, kush qëndron me Atin dhe me birin e tia, ai që nuk e shkel ligjin e tia me dashje, me vedije, ai që nuk e heq, ai qëndron me te. Masandaj thot, djema të rinj të mos duan me fjalë as me gjuhë, po me vepra dhe në të vërtetë. Me vepra në të vërtetë. Shikoj sa vepra të vërtetë bëjnë në denominacionet e tjera, që nuk do t'ia dinë për ligjin e Atit. Ata vetë quhen vëllezër e motra, por vëlla e motër në besim tek Mesia dhe ecën në rrugë të Atit, kush janë? Dhe ti mundohesh që ti thuash një personi, ore, këto rrugët që po mëson janë pa udhësi, do t'i marrësh me vete në qoftë se nuk pendohesh. Jo. Gjo, se ja e futim një suva masandaj. Ja, shikon, ne do të duam, ja, me vepra, jo me fjalë. Shikoj videon të plotë dhe fola për disa gjëra për ty specifikisht, në qoftë se po më ndjek. Sepse dashuria ime për popullin tim në besim apo jo, është dhe vazhdon të shtrihet. Kush ka një zemër, kush më kupton, do gëzojë nga mbretëria që po vjen me njëri tjetrin, që të japim lajmin e mirë të vërtetë në Shqipëri dhe kështu gëzojmë si neve si Stapali dhe masandaj dhe të tjerë që na dëgjojnë. Por kur vllai flet për ato shkrime, kur unë flas për doktrinë e shëndoshë, kush është? Është ligji tia. Jo vlla, nuk do të dim për doktrinë e shëndoshë, unë kam doktrinën tjetër. Dhe masandaj, çfarë të vazhdosh me ke do misosh me të pabesët. Ai pabesi nuk do të pendohet, nuk do të kthehet. Do të mbash kalan tende, mbaje kalane, po ajo kalaja masandaj është ndërtuar mirë. Nëse. Dhe vjen masandaj me e vërteta, le ta shikojmë të vërtetën. Nga kjo e dimë se jemi në të vërtetën, qëndrojmë, po praktikojmë, po ecim. Dhe do t'i bindim zemrat tona prej Atij, prej kuj? Prej Atit, që në këtë rast sjell fjalën me anë të frymës së shenjtë dhe masandaj bind, si botën jashtë dhe neve. Sepse po të na dënoj zemra jonë, Zoti është më i madh, thot. Se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. E ka fjalën që ndodh ndonjëherë që ti kurresh sepse
mund të mendosh që po bën diçka që është kundra atit, ndërkohë ti po mëson shkrimin. Janë disa aspekte ato që ti do t'i gjykosh sipas fjalës, sipas urdhrimeve të atit, sepse shumë herë masandaj zemra tënde të dënon në mënyrë të padrejtë, sepse Satani të sjell gjëra, thot. Ti kujdes, thot, është Zoti më i madh se Satani, thot. Shiko shkrimin, sepse shumë herë neve masandaj vetë dënojmë veten tonë me gjërat që ndoshta ndodh në hapësirën tënde, por do qëndrosh në drejtsinë e atit, sepse foli për drejtsinë pak më përpara. Ati thot është më i madh sepse çdo gjë që vjen në zemrën tonë, ai njeh dhe ta ka dhënë shkrimin, ka dhënë urdhrimet. Mos i ver emocionet përpara drejtësisë së atit. Mos ver ndjenjat përpara ecjes në drejtësi, në urdhrimet, në ligjin e atit. Shumë të dashur, nëse zemra jone nuk na dënon, atëherë kemi siguri, thot. Zemra jone. Zemra jone, thot, nëse nuk na dënon, sepse ti bën gjykimin personal, dale ndjenjat e mia po i heq për momentin. Çfarë thot shkrimi? Okej, po predikoj, po mbaj urdhrimet e atit, festat e tia. Atëherë ponderoj atin, atëherë unë nuk jam në gabim, sepse një tjetër nuk do t'i mbajë, a kesh rruga e tij, thot. Atëherë në atë mënyrë thot ke siguri përpara atit. Ecja po flet. Ecja tonë në urdhrimet e tia. Okej. Dhe ç'të kërkojmë e marrim nga ati, sepse kemi siguri nga Zoti apo jo. E tha pak më përpara. Dhe kështu e marrim nga Zoti, nga ai, sepse çfarë? Zbatojmë urdhrimet e tia dhe bëjmë gjëra që janë të pëlqyera prej tij. Zbaton urdhrimet e atit, dëgjohet zëri në lutje. Zbaton festat, urdhrime, sabatin e tia, dëgjohet zëri në lutje. E thamë në Fjalët e Urta 28, në Fjalët e Urta 15. Dhe bëjmë gjëra që janë të pëlqyera prej tij. Cilat janë gjërat e pëlqyera prej tij? Gjërat e ligjit. Ka plot gjëra të pëlqyera që gëzojmë zemrën e atit. Dhe njëra prej tyre që nuk është e pëlqyer, cila është? Është në ana përgjithshme është mëkati, që është shkelja e ligjit. Nuk është mëkati gjë e pëlqyere përpara atit. Nuk është gjë e pëlqyere përpara atit të heqësh ligjin. Dhe masandaj thot një nga urdhërimet e atit që na ka thënë është që të besojmë në emrin e birit të tij Jashua Mesias Krishtit. Një nga urdhërimet e tij, lavdi emrit të tij, është që të besojmë, ta pranojmë që ai që dërgovi është për faljen e mëkateve tona. Kjo është dashuria e papërshkrueshme e atit. Që neve ecim në paudhësi të atij ligjit. E shkelim atë të ligjin. Vazhdonim të ecnim masandaj me gjërat që janë vetëm pagane, që bënim më përpara. Megjithëse jam brenda sot, por në lejmë. Ati dashuria e tij e papërshkrueshme solli bin e tij që ne të merrim faljen e mëkateve, duke qenë ai kur e prifti vetë Mesia Jashua që ne të merrim faljen e mëkateve dhe të mos mëkatojmë më. Të mos mëkatojmë më, na i tha pak më përpara, tërë konteksti këtuja, që të mos më shkelim ligjin e atit, se ndryshe masandaj jemi me dikë tjetër. Jemi me dikë tjetër. Ai që qëndron në urdhrimet e tia, qëndron në Zotin. Dhe ai në te. Urdhërimet, ligji përsosur, ato janë urdhërimet. Qëndron me atin, me birin e tia. Dhe për kësaj ne e dimë se ai qëndron në neve. Dhe pastaj thot nga fryma që na dha. Fryma e atit nuk qëndron në një person që vazhdon ta shkeli ligjin e atit. Fryma e atit nuk qëndron në një asamble që ka anulluar ligjin e atit. Fryma e atit nuk qëndron në një person që vazhdon ta shkeli ligjin e tia dhe thotë unë besoj. Zgjoju. Është mirë të zgjohemi.